Për dy kyjtë ku ka shqetsu shumë për vendimin e gjykatës speciale. Po jo më pas shqetsu që ka shumë, ma ka laj se kështë votu heqë dhe se që shqetsu sot për të vendime. Për esoj gjykatës që e keni bo jo, nuk pritën tjera sa në të mira. Që se vendime pritën, se e keni bo jo, e keni votu jo, jo e keni dhonë drejten që ata me vendosë me thonë qka dojnë. 82 deputet shqiptar janë që kanë votu gjykatën. Shqecime të dashmi pas, mati, jo tash avën. Qka me folber për këta të lëdykës, edhe me bo një video, edhe me e thonë shka dush, pa i mat ljatë, s'kan ku me shku. Po m'vjet gjënapi edhe prej tyne ku ka në rohë, shka në ka bojnë me zveti, beso po m'vjet gjëna dhe edhe me i thonë najsen. Ka nërë qaq keq ka nërë lëdykë, që moshke 2 stadiume me njerës, sot një hud me 7 vecën e mushin. Qka me thonë për ta? Qka me hup kohë me full për që rrezikon edhe progun mos me kalu. Ma mirë hes mos me full për ta kur gjonë, qka me thonë? Sa ma shumë me full për ta, ka njerë për tukë dhe mos për rriti naj vota dhe 1-2-3 vota. Ma shumë jo, po 1-2-3 në shë rriti. Se mritush, nuk e di shka me thonë për ta, e dim vetë ata. Ngone këtë komandantin e PSD-s, ju pas ka nërgju paret atje në Amerikë, tash ka orë me vjen e sen, se kë sa artist sosën paret atje, vjen ka, bën për tërë. Ju për marrë duka gjinë në shemë, për marrë Drënicin. Shka thotim ja që njësin speciale komandantve që në mirë, që në kërë në hagë, ja që gjela njësin speciale e mja në të të familje. Qka me thonë tina? Kjo thej kjo në reja shim tho që në ngrej zhage anena kënina. Del kjo tash, kjo farhojni, del edhe të mbron tash kështë pëmbron, ashim tho që në pëmbron komandantët. A nuk është e rombre që kjo. Po kur ta një njëri normal që tonë të full, po qysh këthet e të e votën në burë. Hajtë, veç kalëzëm mu, a ka në njëri normal, në botë që mundet me votu këtë njëri. Qysh mundesh me votu këtë njëri, këtë farhojni. Shka me thonë? Gjëna. Sa ma shumë që Albini pilen me hongër më të madhët shtypit që ta gazetare, analista, Albini veç përritet. Albini ka kuptu që njerëst, edhe që ta analista gazetar, që për çdo ditë hajnë më të madhët shtypit, edhe sa ma shumë që hajnë, Albini rritet. Ky këtë sen e ka kuptu qysh mati. A ke po asë nuk i interesan puna tyne shka thojnë asë nuk mirët me ta, qka për thët filane, qka thët aj tjetëre, qka thët aj tjetëre. Heq bre nuk është ke anin për ta. Po e ka kuptu që milion të lirë këta zagart, që janë pagun ka 25 herë në ditë, atina veç për rritën votat. Se këta janë zagar, e zagari kur folë, dje që e rritën poplin, nuk mundet me dhonë votë. Albini këta 20 vjetë për atyne është me politikë. Shumë larë janë të. Për me janë të latë me të argjëna për tyne. Pas ka bon buj shumë intervista ashim thaqit të Blendi Fevziut atje në Shqipni. Po nuk e di a vrejt edhe jo sukurone që këtë intervista është e bonën me ChatGPT edhe është një mashtrim i flest i Blendi Fevziut që ka bon shqiptarëve të Kosovës. Sa ajo është mashtrus ordinera, ajo është hajni maj madhe Shqipnisë. Vesh nuk moni më thonë që to janë fjallë të ashim thoqit, se ai nuk folë si koshës, ai folë si brojës. Nga në vesh pak. Cilat kanë qenë momentet më të vështira të këtyre 5 viteve e ca në izolim? Janë momente dhe ngjarje të paimagjinueshme për realitetin e sotëm evropian. Do të flisja me ëndje, më konkretisht, por rrethanat kufizuese nuk më lejojnë.
Më 4 nëntor 2020, me të mbritur në presidencë, protokolli i zyrës më informoi se autoritetet ndërkombëtare po kërkonin takim me mua të pasdite. Arrestimet nga DSK-ja kishin filluar. Koha e drekës kaloi shpejt. Aksioni ende vazhdonte. Me informuan në më datë 26 tetor është Çka me thonë? Kujtja mërmenja që kjo është intervista e dhomën e Hashim Thoqit, janë përgjigjet e Hashim Thoqit. To janë përgjigjet ChatGPT-s. Kjo është mashtrimi i radhës para fushatës, Blendi Fevziut, Baton Haxhiut, ky tjetri, ky farë shpiun Utboshi, Berat Buzhala, Qësila Pera. Këto janë mashtrime që po mundohen me mashtru popullin, të më thonë, e pse ata 3 tjertë nuk po mundin me dhonë intervista kur, ky që 2 herë po jep intervist, nere ka dhonë atina të pejes, atina në Klan Serbia që kam në Kelmendi, djallit të Utboshit me ChatGPT njëjt, tash e pas ka dhonë edhe të ky, gjithë para fushatës, për bjen atina me dhonë intervist, e Jakupi, ata tjertë, Kadria, ata s'muj me dhonë intervist veç ky. Lene më këto rena, këto mashtrime, këto janë mashtrime o burë. Pa ka njëri që të besën që janë fjallë të Hashim Thoqit që ato të shkru me që ato. Ato janë fjallë ChatGPT-s. S'moni me thonë që dikush është e vërtet që kjo intervistet e tina. Të janë rana, të janë mashtrime me mashtru, me këqyr, me ngrit pak për dykën. Po me rana nuk ngritet. Ka të keni, nuk shkon, rana nuk shkon. Nese, kush don me besu, beson, po unë nuk besoj. Ku kanë bon bashk për dykëja lë dykëja në Prishtinë. Thash normal, hajna gjithë kur vje puna, për më bo bashk, ta sahura bon bashk, për hajni këta të rrynë, ta të shkynë. Gjithë mund një gjonë bashk këta. Edhe pse thaj ke njone, jo për dykëja në ka vroja, për dykëja thaj ke lë dykës, jo ju në keni vro, jo për ran, jo s'për ran, jo nena e knena. Kur vje puna për hajni këta, në 12 natës, në Zanzibar këta bojnë marrëveshje. Heq nuk e kanë problemin. Po desha, para se me dal me një komunikatat LDK-s, desha me thonë LDK-s, nga në mirë që të video se për pështimin e LDK-s është e vetmja mënyrë që LDK-a me hinë në listë të Albin Kurtit, me propozu 5 kandidat prej LDK-s me hinë në listë me vetëvendosen, në që se nuk dojnë me ra prej pragut. Për ndryshe këta veç marun si parti. Jo baj thire edhe tjerve që janë LDK, mos e votani LDK-n, se LDK-s ke shkojnë votat të PDK-a. Adin, mos baj bodal me votu. Jo ta kës njejt, votani vetëvendosin direkt ma mirë, mos e hopni votën. Këtë të limës që ashtu, votani direkt nena, ka është shumica e popullit, e mos mashtroj me votu, e me hub votën, këtë. Kjo është me hub, më qunë me nxes me shku me votu, këtë. Votu Albin Kingun, sukur këtë bota. Ndash me shku vota jote në vend. Mos votar të poshte përpjet, më të hanë vota jote, jo sot për dëkën, jo nesër lë dëkën, jo anej, jo të nej.